Korporata energjetike e Kekut raportohet se nuk është duke prodhuar rrymë. Sipas informacioneve, termocentralet në Kosovën A dhe termocentralet në Kosovën B janë jashtë funksionit. Këtë gjë kanë përteditur edhe nga Kesko, ku kanë treguar se sa i përket prodhimit të energjisë elektrike, Keku ndodhet në kolaps. Kjo gjë nuk ka ndodhur një 25 vitet e fundit. Ndër të tjera, gjithashtu bëhet e ditur se nëse kështu vazhdon, Kosova në orët në vazhdim do të funksionojë vetëm me rrymë të importuar. Ndërkohë, në njoftim të mëvonshëm, Keku thotë se operimi i njësive prodhuese vazhdon normalisht dhe se nuk ka asnjë kolaps prodhimi. Megjithëse lajmin e mirë që Keku e ka lënë në krye të njoftimit për media, leximi i mëtejshëm i komunikatës tregon qartë se në prodhim është vetëm njësia A3. Që disa nga fjalët në reagimin e Kekut, që shpërfaqin problemet me blloqet e njësive të prodhimit një nga një, përjashtuar A3-shin. Njësitë e termocentralit Kosova A dhe Kosova B janë të stërvjetruara dhe përballen me defekte teknike të paplanifikuara dhe të vështira për të parashikuar me saktësi. Njësia B1 parashihet të rikthehet brenda 48 orëve, ndërkohë që po punohet maksimalisht për rikthimin në operim dhe të njësive të tjera të termocentralit Kosova A në ditët në vijim. Njësia B1 nuk është nominuar për shkak të vështirësive teknike që lidhen me rritjen e humbjeve të ujit në kaldaj, rrjedhjet e avullit në sistemin e gypave dhe sinjalizimin e një defekti në filtrin elektrik. KEK është duke angazhuar të gjitha kapacitetet për sanimin e situatës dhe rikthimin e njësisë B1 në operim brenda afatit të parashikuar prej 48 orësh, në varësi të shkallës së dëmtimeve të gypave që duhet zëvendësohen në kaldaj.